Nga maqasid el-Islam, motivet, qëllimet thelbësore të Islamit është hifdhu darariyat ad-darariyat al-khamsa, ruajtja e 5 çështjeve që janë të rëndësishme. Awwaluha, e para është ed-din, me rujt fejnë. Islami ka rregulla precize, po ashtu në ruajtjen e gjakut, wan nesel, në ruajtjen e prejardhjes, pra njeriu që të ketë fëmijë pas ardhës, wal aql, ruajtjen e logjikës, wal mal, dhe ruajtjen e pasurisë. Logjika, pasuria, nefsi, gjitha këto vinë pas besimit. Por sot do t'ju përkujtoj me disa argumente nga Kurani dhe Suneti që neve na shtojnë bindje që në Islam gjaku, ruajtja e gjakut është nga vijet e kuqe, është nga pikat më të ndishme, që nuk lejohet me prek në gjakun e njerëzve. Përderisa ka ardhur një hadith i qartë që ai i cili vran muahadan, muahad është një njeri i cili vjen nga një shtet jo musliman. As nuk beson Allahun as ditën e gjykimit. Mund të jetë edhe armiku i Islamit, mund të shkruajë kundra Islamit, armik. Por vjen nga një shtet që shtetin cilin jeton t'i ke marrëveshje paqe. Për njerëz të tillë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush e vran muahadan lam yarah raihat al-janna, nuk do ta shijoj aromën e xhenetit. Pra, po ka ardhur një transmetim tjetër, 70 vite do të mbetet në zjarr. Pra, nëse vret një njeri që nuk beson Allahun, nuk beson ditën e gjykimit, nuk beson apo është armik i Islamit, e ku mbetet çështja nëse dikush vret krejtësisht njerëz që besojnë Allahun, ditën e gjykimit, falin namaz. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Mos e vritni askën padrejtisht. Wala taqtulu an-nafsa. Pra nuk lejohet as vetvrasja, as qofse është në emër xhihadit. Pra intiharia, veprimet vetvrasje, që fatkeqësisht pasues të bidatit i quajnë el-istishhadiyya, veprat shahidllakut. Nuk ka shahid në Islam me vra vetë. Edhe nëse i vran, mira pa besimtar, luftë. Nuk ka shahidllak ky. Këto e qartëson Kurani, edhe e qartëson Suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këtu duhet të dallosh, a jenë mesin atyre që merr fen me seriozitet apo me emocione. El-awatif, sepse shumica e trinjeve emocionet i kaplojnë dhe dominon emocioni ti, ambicet e ti mbi argumenti. Ja çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men ashara ila akhihi bi hadida, ai i cili e merr armën bi hadidin, atë botë ka qenë pra shpata apo shtiza, fa inna al-malaikata, malaikat tal'anuhu hatta yanzi, e mallkojnë derisa ti armën e kthen ku e ke pas. A dini vllazër të dashur besimtar se këtu nuk bëhet fjalë men ashara ila akhihi bil hadida, kush e ngrit armën qëllimisht. Këtu bëhet fjalë nëse je krejtësisht moment argëtimi. Pra shokut ja driton. Dërzohu. Pra krejtësisht pa qëllim.
dhe është i bindur që nuk ka asnjë plumë to. Tal'anhu al-malaika, e mallkojnë malaikët. Pra në disa pika vijat ku që nuk ka talje. Për shembull, në shkurëzim, nuk ka talje me thonë bashkëshortes je e shkurëzuar. Se ndodh shkurëzimi. Në fe, nuk është talje me u talë me çështjet e fesë. Nuk është talje me ngrit armën. Pa kjo është një argument që në Islam edhe nëse je krejtësisht moment të argëtimi pa qëllim, nëse ngrit armën, të mallkojnë me lajke. E çfarë mbetet nëse vërtet e shkrep qëllimisht me vetdije? Ja çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Kush e vret një besimtar muta'ammidan, pra qëllimisht, fa jazauhu jahannam. Vend për të është, ndëshkim për të është zjarri. Wa ghadiba Allahu alayhi. Allahu do të jetë i zemëruar me të. Pra kur e përmendin dietarët definicionin se çka është mëkat i madh, çka konsiderohet mëkat për mëkateve të mëdha, mjafton me marrë një çortim për një vepër, edhe ai konsiderohet nga mëkatet e mëdha. Pra vetëm sikur të përmendet paralajmërim për një gjuna që do të kesh dëshkim ditën e gjykimit, mjafton që me qenë haram i madh, apo mallkim, apo hidhrim. Mirë po në vrasje kanë ardhur të gjitha të ngërthyera në një ajetet kuranore. Allahu ka thënë, kush e vret një besimtar muta'ammiden, pra qëllimisht, sepse gabimisht ndodh është njerëzore. Fa jazauhu jahannam, shpërblim për të, ndëshkim pra për të është Jahannam, zjarri. Khalidan fiha, aty do të jetoj një kohë të gjatë. Wa ghadiba Allahu alayhi. Dhe Allahu është i zemëruar me këtë. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Nuk mjafton me kaq ajeti thot, pa Allahu ka përmend, ka përgatitur për këtë ndëshkim të ashpër. Në ajet tjetër Allahu ka përmend që do t'ja dyfishojnë ndëshkimin. E ne jetojmë në një tradit. Kemi shumë tradita të mira që përkojnë me Islamin. Mikpritja, respekti musafirit, moshuarit, e shumë të mira. Por ja që kemi edhe traditat këqija. Të ne një djalosh i cili vret, ajo është trim, ajo është i familjes fort, ajo është guximtar. Ky është mentaliteti që duhet ndryshohet. Në shumë raste, njeriu mund të jetë viktimi rrethanave. Sa të ri mund të shkatrohet feja e tij dhe ardhmja e tij si rezultat i lidhjes me Khawarij. Pra mëson fen për njerëzve që jo një njeri të rëndomt, por synojnë mi vradhe djetartë, munafikin, e të mos flasin për udhëheqësit e shteteve. Pra, thith idet Khawarijve dhe prish dunjan dhe akireti. Dhe këto kanë ndodhë. Pra, me shfaqen e ISIS-it, sa familje jenë shkatru, sa gra kanë betë të veja, sa fëmijë tim, si rezultat i shkputjes me djetarët selefi dhe i lidhjes me Khawarij, që natën edhe ditën s'kan tjem tjetër, s'kan pas tjem tjetër, vetëm se gjihadin. Por jo një gjihad që përputhet me shariatin islam, por me veprime që nuk përkojnë me rregullat e islamit. Andaj rob të Allahut, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Në islamin tonë të pastër dhe të drejtë, sigurisht aty ku ka shariat dhe ligj, njeriu i cili vret qëllimisht, ai nuk duhet ndënohet, ai duhet ekzekutohet, kjo është drejtësi, përveç nëse antarët e familjes ja falin. Dhe në momentet caktuara falja është burri dhe është vepër madhështore, por mund të ketë momente që është haram me fal. Pra varësisht për krimit, varësisht për rrethanave. Pra dietarët e përmendin, nëse bën dhunim një vajzë, nëse vret një dietar, nëse vret njerëz, varësisht për rrethanave,
nuk preferohet falja në këto raste. Prandaj walakum fil qisasi hayatun, në ekzekutimin e vrasësve, aty ka jetra, o ju që mendoni. Po kush mendojnë? Ata që i ka begatuar Allahu me dritën e Islamit. Ata i shohin realitetin. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sa që thuhet se në sheshen e andër një ekzekutim pra qisas, kjo është shaj që Allahu ka me dhënë jetë gjatë. Pra nëse është njeriu e shen andër që po ekzekutohet, pra kjo është shaj se ekzekutimi në Islam është, pra qisasi është ruajtjet njerëzve, jetrat njerëzve. Pra kur njeriu kupton se vërtet ky është dëshkimi që do të përfundoj, ai nuk planifikon ekzekutimin. Për këtë në vendet besimtare ku aplikohet shariati dhe ku ka Islam, ti përjashtojmë këto rrethana të fitneve dhe trazira që ndodhin, por në një jetë normale, jetrat janë më të sigurta. Jeta është më e sigurt. Andaj robët e Allahut, wa idha al-maw'udatu su'ilat, e kur vajza e cila është varrosur për zgjallin kohën e ignorancës, do të ringjallën ditën e gjykimit, wa idha al-maw'udatu, pra ignorancë thellë, traditë e egër, vetëm se ka qenë vajzë, e s'ka lind një djalë, që t'ja përfaqësoj në ushtri familjen e tyre, të mbaj familjen, aq nivel turt njerëzit kanë ardha të botësa që kanë vra. Apo edhe në këtë kohë kur me paramendim ndodh aborti, pra në muajin e 6-7, nëse ndodh aborti është si me vra në Islam. Si me vra pas lindjes, kur t'i futet shpirti, është haram. Wa idha al-maw'udatu su'ilat, e kur ato vajzat ditën e gjykimit su'ilat, do të pyeten bi ayyi dhanbin qutilat, me çfarë mëkati, me çfarë gjunahi bëhet ju që ju vran. Robët e Allahut, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. E para që do të ringjalleni, në moment si të ringjalleni, pyetja e parë që do të pyeteni është namazi. Por kjo është namazi, pyetja e parë në raport mes teje dhe mes Allahut. Pra, para se të pyetesh për zakatin, para se të pyetesh për agjërimin, pyetja e parë do të jetë namazi. Mirë, po në raport mes njerëzve, obligimet që i kem pas ndaj njëri tjetrit, awwalu ma yuqda yawm al-qiyamah fi ad-dima. E para që do të pyeten në ditën e gjykimit është gjakderja. Pra, kjo është e para që do të pyeten në ditën e gjykimit. Andaj, lusim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që t'i vetëdijsoj besimtarët dhe t'i kenë frikën Allahut subhanahu wa taala, që mos i sprovoj besimtarët rrethana të tilla, mirë po të përkujtohen këto ajete para se të mendoj dënimet në këtë dunjë, të mendoj për dënimin në ahiret. Edhe në ato momente njeriu duhet të mendoj dhe t'i largohemi. E para që është shpeshtu vetvrasja, që është krim shumë i madh, që besimtari e shun këtë smundje vetëm e lejnë Allahu, duke u mbështetur në Allahun subhanahu wa taala dhe duke i marrë udhëzimet e tij. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ali wa iyyakum mimma fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Falënderoj Allahun subhanahu wa taala, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij. Të dashur besimtar, pejgamberi alayhi salatu wassalam përballë luftës së Bedrit, 300 vet përballë 1000 vet. Duke i vëzhguar disa sahabe, u zon rob nga mushrikët. U zon rob. Dhe ata i thanë, ku shkoni? Thanë, apo ecim. Thajni me Muhamedit alayhi salam, thanë jo. Pra ata përdorën taktik, se e dinin që do të vriten. Ata mushrikët thanë, në qofë se ne him luft me Muhamedit alayhi salatu wassalam, po ju lirojmë, po me kush mos luftoni kundër nesh. Ata thanë besa. Erdhën te pejgamberi alayhi salatu wassalam, mund prak luftës, i treguan pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thanë, i dërguar i Allahut, kështu ndodhimi, po ne kishim qëllim vetëm me shpëtu.
I dërguari sallallahu alaihi wasallam tha nesta'inu Allahe alejhim bidunihim. I mbështetemi Allahut pa ju dyve. Pra, kjo është edukata që jep Islami. Tregohet dietarët në meselet fikut thonë, edhe nëse jenë fush betej përballë dhe një musliman shamin e tij të bardhë dhe lëviz dhe kundërshtari e kupton nga ky lëvizje se i ka dhënë besë dhe futet mes muslimanëve, askush s'ka drejt me prek gjakun e tij. Nëse e ka keq kuptu, mos bëhet fjalë se i ka dhënë besë. Prandaj këto janë edukatat e Islamit. Kështu na edukon Islami. Por i gjithë qëllimi është që t'i japin imazh të keq Islamit, që njerëz mos ta kuptojnë të vërtetën, sepse kjo është laqad ja'akum min Allahi nurun, vetë se ju ka ardhur prej Allahut dritë, wa hudan, dhe ju ka ardhur udhëzim, mëshirë, këshill prej Allahut subhanahu wa taala.